1, 2. Angel Çeka është një atlet veteran i vllaznisë i cili edhe pse është larguar prej vitesh nga sporti, është i pranishëm në çdo aktivitet që zhvillon atletika shkodrane. Por sot ishte me një mision tjetër, sepse sapo u nderua me një titull mirënjohje nga shoqata e atletikës Vllaznia, titull që e mban në dorë dhe afron pak përpara kamerës urime Angel. Një vlerësim që ju ka gëzuar patjetër. Ju falenderoj dhe ju, si një nga gazetarët reprezentativ të sportit, të gjithë aktiviteteve, dhe kënaqem sidomos dhe ke rubrikat e juja. Tani po flas shkurt për vetën time. Unë jam atlet i viteve 60-61, 62. Në Shkodër flas, ose shkova në universitet dhe isha titullar me ekimin studenti. Këtu kam fillu stërvitjen me të nerumin Zohni Fedi Zdari. Kujtoj këtu pistën me plur e zezë, plur qymyrit. Dhe këtu ku jam unë, duke bërë të vistë, maj mend ka kaldhoma ku ne atletët u zhveshim dhe u veshim, dërsa nën tjetër ishin futbollistat. Domethënë janë kujtime të vlefshme, të bukura, dhe unë mësova aty. Aty ishte i famshmi Rasim Kraja. Unë Rasimin isha i ri, Rasimi ishte me titullve. Po sot Feti ka konsideruar shumë për mua dhe kishte shumë besim ke unë. Por shkuam ja në universitet, si thosh, vazhdoj sportin aty. Tani, që thamë unë për... Me Vildan Tufin, cilit janë kujtimet, disa nga kujtimet, si u njohet dhe çfarë i bëri përshtypjet e këtij figure madhe? Bile falenderoj sot edhe Albert Marashin dhe stafin e tij dhe shoqatën e atletikës për vlerësimin për mirënjohje. Vildanin e njoh mas viteve 60. Ishte djalë i ri, djalë simpatik, një atlet i mrekullueshëm dhe njeri i përsosur. Unë kam marrë kontakte gjithmonë, dhe kur më kam marrë shkollën dhe kam marrë punë, gjithmonë kam komuniku me gjithë sportistat, sidomos atletët, sepse në lidhte vetë kjo sporti jonë. Vildanin kam pasë gjithmonë respekt, sepse ai ka nxjerrë Izmi Ismailin, është i tij, e shumë sportistë tjerë të atletikës shkodrane edhe shqiptare. Vildani ka dërsu, ose ka trajtu shumë mirë njerëzit, sportistat. Ai ka dhënë një hoft madh sportit atletikës sonë. Kush ishin disa nga kolegët tuaj në vite? Unë kam shumë kolegë, po t'i përmend. Bile po shoh një foto këtu afër, që është diku afër, ajo aty. Nga ta gjitha ta janë, po filloj po i përmend. Syri Hotin, Asim Mujargjin që jeton ala, Enver Dervishin, Yusime Bezishin, kërcimtarin e jashtëzakonshëm. Ose kujtoj për shembull të tjerë, Rasim Kraja, Kujtim Rjollin, Rasimin, po. Rasim, kujtoj edhe të vjetrin Ivzi Kotrin. Edhe Ivzi Kotri ka qenë një nga atletët ose sprinterët. I sekond. Kujtoj gjithashtu Gzim Emën. Kujtoj Isak Balën, Vesh Vuksanin dhe shumë të tjerë të cilët tash për momentin nuk po kujtohen. Ishte një brez i jashtëzakonshëm, ishin të apasionuar mas atletikës dhe kanë dhënë rezultate shumë të mëdha. Kujtoj, si thashë herë, kujtoj Yusime Bezishin, nuk e harroj kur. Yusime Bezishi ka kërcy pufthi në atë vitet 180. Domethënë, imagjinoje pufthi 180, Yusnia ishte i jashtëzakonshëm. Të tjerë të janë, po, vazhdoj përsëri, kujtoj dhe vajzat e mrekullueshme. Zoti Feti ishte i jashtëzakonshëm. Zoti Feti ishte bab, për vajzat bab për ne,
dhe ne në këzote si fëmijët e tij. Kujtoj, Mimoza Metën, Shaqenikën, Marie Gjonin, Myzejen Dulin, Gjemalie Kavajen, e sa të tjera, të cilat e dhanë impulsin, ishin kampione edhe rekordmene në atletikën shkodrane dhe shqiptare. Ky titull më rinjohje për ju në këtë aktivitet që ndërohet edhe Vildan Tufi është një gëzim, një respekt i dyfishtra. Vildan Tufi, unë do ta kujtoj si shok, si mik, si koleg, gjithmonë. Unë kam dhe miqësi dhe me familjen e Vildanit, sepse kemi qenë moshatar. Unë për shembull kam shoqëni të madhe me të madhen basketbollistën Artensa Tufi, me të cilën kam konsideratën e jashtëzakonshme. Edhe fëmijët e Vildan Tufin, Andisi, e tjetër janë njerëz shumë të mirë, njerëz të përkushtuar. Urim edhe një herë për titullin. Pasi faleminderit për jush Respekte. dhe inshallah marrë mirë dhe ju.